Përshëndetje miq të Radio Singjellja, jam në studio me Atë Grigori Pelushin. Atë Grigori, faleminderit që pranon ftesën çdo javë për të cituar dhe për të komentuar shkrimin e shenjtë. Faleminderit dhe për mua është një privilegj dhe bekim njëkohësisht, sepse padyshim përpiqemi nga dija që kemi akumuluar që t'i ndajmë këto me dëgjuesit, me miqtë tanë. Sot do të flasim Atë Grigori për lëmoshën. Jemi ndalur në Ungjillin sipas Mateut, ku thuhet: madje kur jep lëmoshë, e majta jote mos di se çfarë bën e djathta, që lëmosha jote të jepet fshehur azi dhe aty që shikon në fshehtësi do ta shpërblej atë haptas. Do ndalemi këtu si fillim. Duke e sjellë në praktikën e sotme, çfarë është kjo shprehje? Pse duhet që lëmosha të jepet në fshehtësi? Përpara se të japim përgjigje dhe pyetjes, duhet të ndalemi tek një diçka që është më e rëndësishme, besoj që duhet të shpjegojmë. Këto fjalë dhe këto mësime e ka thënë vetë Zoti, pra nga goja e tij e shenjtë dalin këto fjalë. Pra dhe shikojmë që Zoti na flet për tre elementë shumë të rëndësishëm të jetës shpirtërore. Na përmend lutjen, na përmend agjërimin, na përmend dhe lëmoshën. Zoti nuk na thot siç thot vende të tjera, nëse më doni mua për shembull, zbatoni porositë e mia, thot Zoti. Pra diçka që lihet, pra varet nga zgjedhja e personit. Kurse në lidhje me këto tre elemente shumë të rëndësishme të jetës shpirtërore, Zoti thot, pra është një detyrim, është një përgjegjësi gjithë secilit prej nesh çdo qenie njerëzore. Padyshim që jo të gjithë i binden fjalëve të Zotit, padyshim që jo të gjithë e besojnë Zotin, në këtë botë ku jetojmë ka ateist, ka njerëz që besojnë ndryshe nga kjo gjë, por në thelb të themi lëmosha apo lutja apo agjërimi janë ruajtur në të gjitha religionet që janë, po themi, të mëdha në botë. Në lidhje me mësimin e Zotit Krisht, që është një mësim unik, besoj unë, edhe fjalët e tij nuk i gjen në asnjë mësim tjetër fetar, të asnjë lloj tjetër feje. Pikërisht sepse Zoti thotë që kur ti jep lëmoshë, thotë ta bësh atë fshehur, në asnjë vend nuk thuhet, që në asnjë religjion tjetër nuk thuhet kjo gjë që të bëhet fshehur asi. Madje në Izrael, kur erdhi Zoti, edhe ata ishin njerëz që e praktikonin lëmoshën, sipas edhe urdhëresës së Zotit, thash ishin gjëra të detyrueshme. Siç ishte për shembull dhënia e 10% për tempullin, për Zotin, pra, që ishte sankcionuar në ligjin e Mojsiut, kështu ishte edhe në lidhje me lëmoshën. Pra ishte një lloj detyrimi, një lloj përgjegjësie e çdo hebreu që besonte tek Perëndia e Izraelit. Dhe ne kemi për shembull rregulla të caktuara në librat e parë të Dhjetës së Re të Pentateuku, kemi rregulla se si trajtoheshin për shembull jetimët, se si trajtoheshin vejushat, se si trajtoheshin edhe njerëzit vulnerabël, shoqëria, ata njerëz që ishin të dobët. Askush në Izrael nuk vuante për bukën e gojës. Pra ishte një strukturë e tillë që të gjithë kujdeseshin për dhe besoj se kam dëgjuar edhe në biseda që kam bërë edhe me njerëz që kam takuar në për konferenca të ndryshme hebrejnë, të cilët më thonë që kjo ekziston edhe sot. Pra, asnjë ndoshta Izraeli është një vend unik në botë ku nuk ka varfëri, ku nuk ka, po themi, njerëz endacak që lypin. Pra që do të thotë, padyshim që tani ata që jetojnë jashtë Izraelit, padyshim që që jetojnë për shumë në Amerikë, në Evropë, përballen me lypsar, me njerëz që kërkojnë, që ka nevojë për ndihmë. Por të themi, kështu ka rregulluar, pra populli i Izraelit është rregulluar në këtë formë. Pra, nëse dikush kishte prona dhe ishte i pasur, patjetër që një pjesë të pasurisë së tij e kalonte për këtë kategori dhe ishte tempulli, pra njerëzit që shërbenin në tempull, pra klerikët e kohës që kujdeseshin pikërisht që të shkonte kjo pjesë e dhënë nga njerëzit, po themi, të pasur, po jo të pasur, nga të gjithë ata që kishin mundësi të punonin, kishin prona dhe u kalonin tek, pra kujdeseshin klerikët që të shkonte në mënyrë të barabartë te thante shtresat e veçanta, siç ishin jetimët, siç ishin vejushat edhe pjesë tjetër shoqëri ku ishin të sëmurë ose njerëz me probleme shëndetësore, siç ishte paraliza ose të demonizuar ose me lebër e kështu me radhë. Dhe një gjë tjetër që shumë e rëndësishme na tregohet tek libri i Ruthit, na tregohet se si për shembull Ruthi shkonte punonte me vjerrën e saj, punonte në tokat e Boazit. Boazi ishte një person që kishte shumë pasuri dhe aty na thuhej që Ruthi bashkë me vjerrën e saj shkonin dhe mblidhnin kallin mbasi ishte korrë gruri. Pra,
çfarë bënin? Linin një pjesë të grurit pa korrur me qëllim që të shkonin këto familje, si Ruthi që kishte humbur bashortin e saj dhe kishte mbetur e ve bashkë me vjerrën e saj dhe shkonin mblidhin grurin dhe ato që të kishin mundësi që të ushqeshin. Pra, kështu ishte rregulluar në atë kohë, por problemi ishte që çfarë kishte ndodhur me Izraelin. Atë që Perëndia kishte dhënë si një urdhëresë, pra lëmoshën, dhënien, ofrimin ndaj njerëzve në nevojë, veçanërisht jetimëve dhe vejushave. Ta kishin filluar këtë gjë tani ta bënin me shumë pompozitet. Domethënë kishin filluar që edhe kur jepnin lëmoshën, donin të dukeshin para të tjerëve, të tregojnë, sidomos kjo hipokrizi ishte shtuar sidomos tek klasa elitare e kohës që ishin farisejt. Prandaj dhe Zoti shikojmë që shumë i ashpër gjatë gjithë shkrimit të shenjtë me këtë shtresë, me këtë klasë, siç ishin farisejt. Sepse thash çdo gjë që tek lutja, edhe në lutjen ata e bënin në vende të hapura që ti shikonin të gjithë të tjerë. Në përsheshe, si madje edhe kur agjeronin, pra tregonin atë sjelljen e tyre që bënin, pra që tregonin që ishin të lodhur, ishin të munduar sepse po agjeronin e kështu me radhë, dhe pra kishte humbur të themi edhe kuptimi i këtyre gjërave. Pra, nëse ne bëjmë diçka të mirë në jetën tonë, aq më tepër nëse ne i zbatojmë këto urdhëresa të Zotit, nuk është nevoja që ne t'i bëjmë ato për ta parë të tjerë apo për të mburrur para të tjerëve. Ne shikojmë që egoizmi, krenaria, mburrja ka arritur kulmin, sidomos në shoqërinë e sotme ku ne jetojmë. Ndoshta mund të jetë ajo shkallë, ndoshta sot është shtuar akoma më tepër, sepse mundësitë janë më të mëdha. Ne shikojmë që njerëzit shpenzojnë për shembull pasuri të para të shumta. Shumë të mëdha për të pasur një makinë, po themi të makina që quhen të luksit. Harxojnë mijëra dollar, madje shumë njerëz e çuditën në Shqipëri ku jetojmë neve, sepse thonë si ka mundësi në një vend që është më i varfër i Europës, kur vim vizitojmë Tiranën ose kur shkojmë për vende të tjera në Vlorë apo në Durrës, shikojmë makina që kalojnë mbi 100.000 euro, gjithashtu një tjetër të themi një tjetër fakt ku ne shikojmë që të shprehet kjo lloj egoizmi, kjo lloj mburrje, kjo lloj krenarie është ndërtimi i shtëpive për shembull. Shikojmë që shtëpitë të cilat kanë pak persona, për shkak të një statusi të lartë, për shkak të pasurisë që kanë akumuluar, kanë mbledhur, shkojnë të ndërtojnë shtëpi të mëdha, vila të mëdha, madje edhe ku jetojnë. Kjo tendencë, domethënë, është për ish së vërtetës në sy të Zotit nuk është një tendencë që favorizohet nga Zoti. Madje Zoti padyshim që nuk dënoi pasurinë në vetvete, por Zoti na thotë dhe na bën me dije që duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si administrohet kjo pasuri. Dhe nëse po themi të ardhurat tona janë të mbara për shkak të punës që ne bëjmë ose për shkak të mundësive që kemi, dikush mund të bëjë 2 punë, dikush mund të bëjë 3 punë, por ne kemi një dhuratë nga Zoti që është shëndeti, sepse nëse nuk do të kemi shëndetin, do të jemi të sëmurë, si mund të bëjmë 2 ose 3 punë. Nëse për shembull dikush që merret me bujqësinë dhe tokat e tij i dhanë shumë prodhime. Por nëse për shembull gjatë kohës vjeljes ose kur bëhet gati frutat për të pjekur e për të marrë, nëse do të bjerë një breshë nga lart, nga Zoti, do lejoj që të ndodhë një breshë, mund të shkatërrohet gjithçka. Dhe këtu ne kuptojmë që të gjitha çdo gjë që kemi e kemi nga Zoti. Dhe ajo tendenca dhe prirja njerëzore për të shkëputur nga Zoti, edhe aq më tepër kur për sa kohë i vjen mirë gjërat, edhe kjo është një gjë të cilën etrit e kishës, profetët e Izraelit gjithmonë e paralajmëronin popullin, duke i thënë që gjithmonë kujto Zotin. Pra, në çdo gjë, çdo të mirë që kemi vjen që lartazi, pra nuk është një diçka që ne duhet të mburremi ose është për shkak të aftësive tona. Ne kemi atë historinë e famshme, ne kemi treguar dhe ti, por mendoj se është një unikesi në llojin e saj. Pra atë personin që na tregoi që një njeri që tokat e veta i dhanë shumë prodhime, edhe në moment që i dhanë këto prodhime, mendoi që tani siguroi gjithë të ardhmen e vet, nuk kishin pse të punonin të vet, nuk kishin pse të punonin fëmijë, nuk kishin pse të punonin më, tani tha, ndërtoi grunar, edhe aty i them shpirtit tim tani ha e pi derisa edhe kjo mendësi vazhdon edhe sot, ndoshta sot ka dalë kaq shumë në sipërfaqe. Jona sa që ne shikojmë që ka njerëz të cilët edhe kanë mundësira të themi që kanë mundësira që të përfshihen në korrupsione, në gjëra të tilla si këto. Dhe shikojmë që njeriu nuk ngopet, pra në kuptimin që mendon jo vetëm për veten e vet, sepse ai mendonte për veten e vet, por ata mendojnë për fëmijët, pra
thonë që të sigurojmë jetët e fëmijëve, të sigurojmë që ata mos të vuajnë, të kenë shkollë, kenë mundësi të shkollohen në shkollat më të mira, në universitetet më të mira të botës. Të kenë mundësi që t'ja sigurojmë të gjithë në jetën, edhe gjithë kjo është një marrëzi për së vërtetës. Sepse edhe puna në vetvete është një bekim, është një nder, është një lavdi. Na thuhet në shkrimin e shenjtë që do të punojë njeriu thotë nga mëngjesi deri në darkë, pra puna në vetvete nuk është një mallkim, po është një bekim për cilin do nga ne. Dhe cili do nga ne që ka mundësi dhe është i aftë që të punoj, patjetër që është një bekim shumë i madh për të, për familjen e tij, për fëmijët e tij, që të kultivohen me këtë gjë, të jetojnë siç edhe Zoti i ka ndërtuar këtë jetë. Njeriu del në punë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ky është ai bekimi që i ka dhënë Zoti. Dhe kështu është ndërtuar edhe jeta njerëzore. Por jo që të lavdërohet me të mirat materiale. Askush nuk do të kalojë në këtë lloj gjendje sepse pastaj dhe ndodhin situata. Dhe ne shikojmë që sa është shtuar sot ankthi, sa është shtuar sot pasiguria. Ndoshta njerëzit që vuajnë, po të shikosh për shembull, ndoshta jo vetëm psikiatrët dhe ata njerëz që merren me njeriu, por edhe mjekët, doktorët, shikojnë që një problem shumë i madh është së brendshmi, jo mësijashmi. Për shembull, ankthi, dëshpërimi janë shtuar kaq shumë, domethënë dhe janë kthyer në fatkeqësisht janë kthyer për masa epidemike. Pra shikojmë që të rinj që të kenë probleme themi me zemrën, kanë probleme pra kanë për shkak të ankthit që kanë, për shkak të dëshpërimit, për shkak të mos përmbushjes që ata kanë, duke kërkuar pra mënyra të tjera për të përmbushur veten e tyre. Pra njeriu kemi thënë është një qenie plot, që ka nevojë për anën, kujdesin anës trupore, por edhe për anën shpirtërore padyshim. Dhe lënia mënjane e saj, mosbatimi i këtyre rekomandimeve, këtyre urdhëresave që ka dhënë Zoti, siç është lutja, siç është agjerimi, siç është lëmosha, krijon dobësi sëmundje pikërisht tek shpirti i njeriu. Kështu që kur gjërat na vjen mirë patjetër, ne do të falenderojmë Zotin dhe të jemi mirënjohës ndaj atyre që na ka dhënë Zoti. Dhe duhet që të përpiqemi që këto gjërat i ndajmë me ata që nuk kanë. Edhe unë besoj që kjo është ajo banka reale, themi, aty ku këto depozita ruhen dhe aty ku nuk i as ndryshku, as gjë tjetër nuk i shkatron, as hajdut nuk munden dojë që të futen e t'i vjedhin. Sepse këto janë banka kaq të siguruara, saqë vendin e tyre kanë në qiell, dhe ato ruhen nga angjëjt e Zotit dhe Zoti që i administron këto. Dhe kushdo që bën të mira, flas në këtë botë dhe unë besoj që të gjithë kanë mundësi të bëjnë të mira. Madje edhe një element tjetër që dua ta përmend është fakti që ne kemi parë për shembull që edhe në Shqipëri ku jetojmë, një pjesë e madhe e popullsisë janë të themi të dhemshur, janë bujarë, janë solidarë. Për shembull kemi pasur disa raste, si në rastin të themi të tërmetit apo në fatkeqësi të tjera përmbytjesh, ku është bërthirje, po themi, qoftë nga drejtuesit, qoftë politik, qoftë edhe nga kleri, nga feja, nga komunitetet fetare, dhe njerëzit janë përgjigjur. Ne mbajmë mend në rastin e tërmetit që ra në Durrës, edhe në pjesën e veriut, e pam që pati një solidarizim të jashtëzakonshëm nga shqiptarë. Pra, jemi një popull i kultivuar me dhënien. Dhe kjo nuk është nga ne për së vërtetës, por kjo është një vlerë, një merit e përçuar nga feja dhe besimi. Ne dim që ky është një vend që feja, besimi është aq më tepër krishterimi, është pranuar që në zanafillin e saj, kurse u përhap nga vetë apostujt. Kështu që mendoj që këtë bekim kaq të madh që na jep Zoti për të përmirësuar jetën tonë, qoftë fizike por edhe shpirtërore, për të na bërë njerëz më përdëllimtar, më të ndjeshëm, vjen pikërisht kjo që na mëson Zoti. Pra që ne të jemi të ndjeshëm ndaj vuajtjes, ndaj dhimbjes njerëzore. Dhe po mendoja që dhe e shikojmë edhe në bisedat që zhvillojmë me të rinj që një vështirësi e madhe që ata më ngrenë, më thonë që nuk kemi çfarë të japim. Në fakt, dhe kjo është një pyetje krejt e natyrshme, besoj unë, ndoshta i kemi dhënë përgjigje herë të tjera kur kemi folur në biseda të tjera. Por po lexoja sot në mëngjes një pjesë nga libri i veprave të apostujve, kapitullin 3, vargjet 1 deri në 8. Pikërisht na tregon momentin kur apostulli Pietri bashkë me Shën Joanin, ungjillori, ngjiten për në tempull. Edhe shkuan atje për të lutur. Edhe ndërkohë te tempulli qëndronte një içal. Edhe shtrin dorën dhe u kërkon diçka për t'i dhënë. Edhe Shën Pietri i thotë që më shikoj, thotë. Edhe i thotë më shiko, për të parë që ai me ato rrobat e vjetra që ishte që vishe, kështu që unë jam s'kam asgjë domethënë, s'kam asnjë grosh të jap. Por i thotë do të jap diçka, i thotë që e ka mundësi që ta jap. Edhe i thotë që në emër të Zotit të them çau.
Dhe thotë e kapi për dorë, paralizoi dhe uri. Pra çfarë bëri? Bëri atë që s'kishte para të jepte, por kishte mundësi, kishte fuqi përmes besimit të tij tek Zoti Krisht që këtë të çalt ta shëronte, siç bëri dhe Zoti i tij. Kështu që kjo do të thotë, dhe kjo mëson që ne kemi mundësira pafund për të ndihmuar. Nuk është e thënë Joana që sepse është e vështirë në fakt, një familje që ka të ardhura themi minimale, që mezi siguron bukën e gojës për fëmijët e tij, mezi paguan dritat, paguan ujin, paguan po themi gjërat e tjera që janë të nevojshme, të domosdoshme. Nuk mund t'i thuash që pse nuk jep ti tani atë të 10-ën e asaj që ka thënë Zoti, por ti ke mundësi që të ndihmosh. Për shembull, ja unë shikoj në kish. Nuk është vetëm dhënia e paras, e lëmoshës, por është edhe ndihma vullnetare që ti mund të bësh. Dhe këtë mund ta bësh në shumë institucione. Për shembull, çfarë ka bërë Kisha Ortodokse? Çfarë bëri kryepiskopi Anastas? Pikërisht për t'u përgjigjur dhe asaj dhe për të zbatuar urdhëresën e Zotit. Ndërtoi për shembull për fëmijët jetim dhe për ata që janë të pamundur në manastirin e Shëmblashit, atje është një shtëpi që i kujdeset për këta fëmijë, i rrit, i edukon, i arsimon, i nxjerr në jetë. Për nënat që kemi në qendrën Thavor, për shembull, ndërtoi një qendër atje, shtëpinë e dashurisë, të Ylinces Mari, atje ku janë diku tek 20 nëna që shkojnë atje që nuk kanë mundësi fëmijët e tyre t'i bajnë ose dikush nuk ka fëmijë. Dhe qëndrojnë edhe kisha kujdesur për këtë kategori njerëz, për vejushat të themi ose për jetimët në ana tjetër. Dhe të gjithë kemi mundësi që të shkojmë atje. Kemi mensën padyshim, kemi mensën shumë i bërë që e përmendë, kemi mensën që ofron çdo ditë ushqim për 300 persona, jo vetëm në qytetin e Tiranës, por kemi mensën në të gjitha mitropolitë e vendit tonë. Kështu që çfarë bëjmë ne? Ne shkojmë ndihmojmë, ofrojmë kohën tonë. Dikush ofron kohën, dikush ofron atë që Zoti ka dhënë si dhuratë, si dhunti. Dikush ndihmon në punët e ndryshme, dikush shkon edhe i shoqëron. Ndonjëherë kur shkojmë me të rinë për shembull tek nënat në Thavor, ato kanë atje një ambient të shkëlqyer, edhe drejtuesit e tyre bëjnë një punë shumë të mirë atje në atë institucion, por ajo që ka nevojë ato kanë nevojë për të biseduar. Për shembull, mund të shkojë një ditë atë Grigori bashkë me familjen e tij, të shkojë jo vetëm të qëndroj pak kohë me ta, por edhe të flasim me ato nënat, edhe të tregojnë, të flasim për ndonjë festë që feston. Pra ka mundësira pafund që ne mund të kontribuojmë, mund të ofrojmë. Pra, ajo që ne duhet kemi parasysh është të jemi në njerëz të dhenshur, të jemi njerëz bujar, të jemi njerëz solidar, të jemi të ndjeshëm, Jona, sepse kur humbet ndjeshmëria, njeriu kalon në një tjetër realitet. Edhe kur kalon në këtë realitet shkëputet me gjërat e hyjnore, me gjërat, po themi, shpirtërore. Dhe kthehet thjesht në një materie dhe mendon ku e ku të përfitoj, ku e ku të zhvaz dhe kur nuk është i kënaqur, kur nuk është i ngopur. Ky është problemi. E thallë, kur hodhëm dia të bisedën e mitropolit, e kryepiskopit Joan, në atë kohë ishte mitropolit kur ne ka dhënë atë intervistë, atë bisedë, që ka zhvilluar me të rinë, ai e thotë shumë qartë atë që shikojmë që tendenca njerëzore e njerëzve të sotëm kërkojnë që sa të kenë sa më shumë, nuk janë të ngopur me një shtëpi, me 2 shtëpi, me 3 shtëpi, nuk janë të ngopur me një punë, me 2 punë, përpiqet pra jepet njeriu, jepet e humbet, shkëputet komplet nga një realiteti shpirtëror dhe lidhet vetëm me materie, vetëm për të pasur, për të akumuluar sa më shumë. Dhe dim që, siç e përmendëm, që asgjë nuk është e sigurt nga këto, Jona. Ne e kemi parë, domethënë. Diku ndodh zjarri, diku ndodh lufta, diku ndodh diçka tjetër, diku ndodh shfuqizimi i vlerës së paras. Pra shikojmë me këta njerëz përfundojnë në vetvrasje, përfundojnë ose të mbyllur në spitalet psikike dhe ne e shikojmë sot. Do shta kam sjell një rast mbaj mend kur shkova diku në një qytet të Hollandës në Alpe d'Orne, edhe atje shkova në një vend, në një qytet të thuash, një qytet atje, edhe ku gjendeshin me mira njerëz të cilët kishin problemet që përmenda më sipër, të ankthit, të depresionit, njerëz të cilët qëndronin 24 orë nuk kujdesin me Në fakt juve thatë pak më parë që kjo është kthyer në një epidemi. Edhe vetëm për shkak të mungesës së jetës shpirtërore. Atë Grigori, unë do ndalem edhe pak tek tendencat e kohëve të fundit, siç e dim, teknologjia është zhvilluar, rrjetet sociale gjithashtu, kanë ato pjesën e mirë dhe pjesën e tyre të keqe, sepse po dezinformojnë dhe keq edukojnë
brezin e ardhshëm edhe neve me njëri tjetrin po ndikohemi pak a shumë nga diçka që na duket më interesante, duke na shkëputur nga shpirtërorja. Ndalem pikërisht tek lëmosha. Shoh në rrjetet sociale që shpesh herë njerëz që zgjedhin të japin diçka nga e tyrja, ta reklamojnë atë në rrjetet sociale. Thuhet se kjo bëhet për të sensibilizuar dhe personat të tjerë që t'i japin si ajo. Kjo është ndoshta një justifikim pse neve e publikojmë këtë. Si duhet vepruar në këtë raste? Si e shikoni ju? Zoti na thot pikërisht në vargun që ju referua tek mësimi në mal, na thot që bëni fshehurazi këtë gjë. Pra, mirë është besoj unë që çdo gjë që neve dhurojmë, ofrojmë, pra kur ofrojmë një gjë nga e jona, që ofrojmë tek një tjetër, shmirë që ta bëjmë këtë gjë fshehurazi. Pra, e djatha mos di se çfarë jep e majta. Problemi është që ka shumë sot shoqata, ka shumë njerëz të cilët janë të përfshirë në këtë gjë dhe tashmë është kthyer në një institucion për së vërtetës. Por duhet të them që kush zanafille kësaj gjëje, Johana, sepse ky institucion është ndërtuar nga Zoti. Pra është një institucion, nuk është thjesht njerëzor, por është edhe hynor njerëzor. Pra është edhe Zoti që dha këtë bekimin. Është një institucion, thash, që u ngjis, u mësua, u urdhërua të zbatoj te populli i zgjedhur i Perëndisë që ishte Izraeli. Në populli i vetëm në botë që besonte tek Perëndia i vërtet. Më pas, ne dim që Zoti Krisht e përmirësoi këtë mësim dhe i nxiti nxënësit e tij të jenë të mbushur me dashuri. Dhe pikërisht shpreha e kësaj dashurie është një nga këto format është edhe pikërisht lëmosha. Ne dim që u institucionalizua si ky lloj shërbimi, ky lloj ofrimi, si një institucion i mirëfillt në kohën e Shën Vasilit të Madh, me Vasiliadën e famshme. Atje Shën Vasili ndërtoi ndoshta institucionin e parë në këtë botë, ku sepse në Perandorinë Romake nuk njehej lëmosha. Nuk ekzistonte. Pa ekzistonte ajo teoria, po ajo fraza që ose e ndarë shoqëria në dy grupe, sklavëpornar dhe sklevër. Pra një pjesë që sundonte dhe një pjesë tjetër që të sunduar, të nënshtruar. Pra nuk ishte lëmosh, nuk ishte dhëmshuri, nuk ekzistonte. Ishte Krishti që i mësoi sërish jo vetëm hebrejnë që i riktheu prapë atij ku ata nëpërmjet mësimit të tij, por se disa e dëgjuan, disa nuk e dëgjuan, por nga ky mësim dolën nxënësit, 12 nxënësit, ata dolën pastaj që mësuan këtë mësim të Zotit të tyre, mësuan në të gjithë e prapë në gjithë botën. Dhe në shekullin e 4, kur perandoria romake tashmë po ndjente erat e ndryshimit, pra shëmbjen e atij sistemi të vjetër dhe një sistem të ri që ishte një sistem i bazuar tek mësimet e Krishtit. Pikërisht Shën Vasili ndërton këtë Vasiliadën e famshme që thamë edhe aty u përfshi për herë të parë edhe lëmosha, edhe shërbimet, gjithë shërbimet që përfshihen dhe nuk ishte një e dy veta që ndihmoi, po ishin me mira njerëz, ndoshta ishte diçka e padëgjuar më parë. Me kalimin e kohërave, padyshim, ardhin e feve të tjera, padyshim që ato e zhvilluan se përmendën, dhe ato e kanë në doktrinën e tyre. Por në kohë që jetojmë neve, padyshim që ka institucione shtetërore, ka institucione private dhe unë besoj që të gjithë duhen vlerësuar. Edhe duhen marrë në konsiderat, por në moment kur dikush i përdor këtë formë, domethënë, për të pasuruar këtu kjo është një, të themi, është më rëndë se dha e vjedhja që bëhet, është më rëndë sepse çdo lloj forme tjetër përvetësimi të diçka që nuk të takon. Pse them, sepse është forma më tinzare, më dinake që dikush ndjek për të pasuruar. Ndoshta mund të them që mund të justifikohet dikush që përfshihet në një korrupsion, ndoshta padyshim që nga ana fetare nuk ka, po thjesht po e sjell si një për të kuptuar. Sesa dikush kur përdor institucione bamirësisë si një mjet për të përfituar për veten e vet. Dhe padyshim që këto s'do të gëzohen as nga ai vet, as edhe nga as nga ajo çfarë do të trashëgojë tek brezat që do vinë. Padyshim që ka edhe momente kur domethënë gjithë këto në themel kanë Johana dashurinë për njeriu. Dhe shpeshherë i shikoj shumë të egzageruara disa ku nuk kujdesen fare për dinjitetin njerëzor. Dhe kjo është ajo që më shqetëson më tepër. Përveç asaj atij pompoziteti si jashtëmi, reklamimi, madje televizioni përfshihen me këto duke organizuar të tilla gjëra,
nuk më pëlqen kur cënohet dinjiteti njerëzor. Ndoshta dhe neve, meqense jemi përfshirë, edhe si rini, edhe kur kemi qenë në zona të tjera që kemi ndihmuar dhe ndoshta kemi bërë gabim që kemi ekspozuar shpeshherë edhe njerëzit që i kemi ndihmuar. Dhe kemi vënë si kusht me rinin, meqense rinia ndërmerr me bekimin e kryepiskopit, ndërmerr çdo vit nisma për të ardhur në ndihmë, çdo Pashk dhe çdo Krishtlindje, ndërmerr nisma për të ardhur në ndihmë familjeve në nevojë. Edhe kemi vendosur që mos ekspozojmë më asnjë person që ne kemi. Për shembull, tani që u mbyll edhe Pashka, neve nxorëm një shkrim tek faqja e rinisë son, ku thamë që ndihmuam 700 familje në nevojë. Gjithashtu ndihmuam në ushqime dhe në vlera monetare, por nuk i treguam përpara atyre njerëzve sepse ne kemi një lloj përgjegjësie detyrimi ndaj atyre njerëzve. Dhe atyre që dhurojnë. Po padyshim që sepse edhe kjo ka krijuar këtë tymnajin e kësaj gjëje që edhe njerëzit janë bërë dyshuese, edhe një gjë që thonë që ne po japim, po s'kemi se dim se ku po shkojnë. Që do të jep përgjigjemi dhe kësaj se shumë e rëndësishme ta theksojmë edhe këtë gjë. Por ajo që kemi vendosur pra si rini, si zyrë rinore, bashkë me të rinj, kemi thënë që nuk do ekspozojmë, pra do ruajmë, nuk do cënojmë dinjitetin, personalitetin njerëzor. Është shumë i shenjtë për ne. Dhe kjo do jetë një parim, edhe kjo besoj që tani e tutje do të veprojmë në këtë lloj forme. Pra, ne do bëjmë një falënderim për të gjithë ata që na kanë ndihmuar, do japim një informacion, sepse edhe informacion duhet ta japim. Pikërisht. Por edhe padyshim që duhet gjithmonë pa cënuar dhe pa ekspozuar edhe familjet ku ne shkojmë. Në fakt, atë Grigori, problematike është ekspozimi i fëmijëve, se sa i personave të rritur. Çdo personi. Shiko, vitet e para në Shqipëri, mbaj mend në vitet 1991, kur erdhi demokracia, këtu ishte një varfëri ekstreme. Padyshim që u treguan pati shumë bamirës që ndihmuan njerëzit, edhe duhet vlerësuar gjitha njerëzit, u jemi mirënjohës që ndihmuan. Por në ato kora, do me thënë, ekspozoheshin për së vërtetë, sepse edhe ishte diçka e pa dëgjuar më parë, e pa njohur. Kështu që, por tani në kohë që jetojmë tani, në këto vite, nuk është më e udhës të themi që ne të cënojmë dinjitetin e njerëzve. Sepse jo në fëmijët, padyshim që ata do rriten nesër. Edhe si aty do mbetet pamja tyre, imazhi i tyre do të mbetet aty. Dhe do të jetë edhe ndoshta dhe vetë historia do të na gjykojë, do na thotë që pse e bën në këtë lloj forme. Se ekspozohet, po. Prandaj nëse ne qëndrojmë besnik shkrimit të shenjtë, Johana, fjalëve të Zotit Krisht, unë besoj që ne kemi zgjidhje, përgjigje për çdo lloj situate, për çdo lloj gjëje që ne bëjmë në këtë botë. Por mjafton që gjithmonë duhet të jemi të bazuar thellësisht te shkrimi i shenjtë dhe tek mësimet e Zotit Krisht. Pra ne dhurojmë për shkak të dashurisë që kemi për Zotin, pra kështu do të kuptuar. Për shkak të mirënjohjes dhe falënderimit ndaj Tij, sepse gjithçka që ne kemi nuk është e jona, por është si rrjedhoj e bujarisë së Tij. Dhe është ai që ne i ka siguruar këto gjëra. Dhe kështu që atë çdo gjë që ta bëjmë atë me një ndjeshmëri shumë të madhe. Dhe ta bëjmë atë me një dëmshuri dhe me një sinqeritet dhe me një të vërtetë shumë të madhe. Dhe kjo do të bekim për ne vetëm, por edhe për fëmijët tanë, sepse ne dimë që mbajmë përgjegjësi, jo vetëm për veten tonë, por edhe për brezat që vijnë pas. Edhe sa më korrekt do jemi me këto gjëra, sa më të kujdesshëm do jemi me këto. Edhe ndoshta e hapët pak, e preket pak Joana, sepse disa njerëz, për shembull, ne kemi rastisur që kërkojmë edhe për radio. Radio ka nevojë këto të mbështetet nga njerëzit. Kjo radio nuk është vetëm me kryepeshkopit. E kemi përmendur gjithmonë dhe e themi sërish, nuk është vetëm me kryepeshkopit dhe as e peshkopëve të kishës. Tani të gjithë kanë dëshirë që ta kenë radio ta dëgjojnë radion gjallë, për shkak të larmishmërisë së programeve që ka aty, për shkak të gjithë këtyre gjërave që ne transmetojmë çdo ditë 24 orë, jemi thuajse çdo 30 minuta ka një emision shpirtëror. Por ideja është që të sigurohet kjo që të çohet, po themi, sinjali, themi në Berat, të çohet në Gjirokastër, të çohet në Vlorë, nuk është kaq e lehtë, sepse kërkohet një shumë e madhe që kisha nuk e përballon dot. Ajo që ne do të bëjmë të gjithë është që ne do ta mbështesim këtë punë. Ne do ta mbështesim sepse radio është e të gjithë neve. Nëse ne kemi mësuar dhe kemi përfituar nga radio, nga ajo çfarë transmeton, çfarë ajo ofron,
jo vetëm në audio, por edhe në video. Ne kemi tani mbi 10.000 video në faqen tonë të YouTube-it. Në mësime katekizmi, dokumentar, udhëtime nëpër kisha, domethënë çfarë nuk gjen aty brenda. Dhe njeriu që përfiton, do të jetë mirënjohës ndaj kësaj gjë dhe patjetër që duhet të ofrojë. Kush ka mundësi të ofrojë materialisht, ne kemi një numër llogarie te Union Bank. Kushdo mund të shkojë atje, i thotë që llogaria në emër të Kishës Ortodokse dhe Çevalet të Shqipërisë, radhë për radhë ngjallje. Pikërisht nëse interesohet këtë, mund të bëjnë donacion, sado të vogël, Joana. Po duhet kuptojmë që duhet jemi ne që ta mbajmë atë. Dhe jo vetëm këtë gjë, radio, por edhe të gjitha institucionet që ka Kisha, nuk i mban kryepeshkopi në këmbë institucionet, Joana, janë besimtarë që i mbajnë. Dhe ne duhet patjetër që duhet ja. Unë them që jo vetëm ndaj gjërave, ndaj aktiviteteve, ndaj kësaj pune që bën Kisha, por ndaj çdo lloj thirrje që vjen, ndaj çdo lloj dore që shtrihet para teje, mirë që ne të ofrojmë diçka. Të gjithë kemi shumë për të dhënë. Madje unë them që ne kemi më shumë, që edhe kemi shumë mundësira që të japim. Edhe tani një pjesë të mirë kanë rroga shumë të mira, kanë mundësi që të ndihmojnë. Unë e di për shembull, kemi shumë besimtarë të cilët janë besimtarë që ndihmojnë, themi mencën e kishës sonë çdo muaj. Kemi besimtarë që ndihmojnë arsimin e kishës. Kemi njerëz të cilët kontribuojnë për shembull për aktivitetet e kishës. Ja, është për të thënë në fakt sepse është besoj shumë e rëndësishme. Padyshim që gjithë kishat që u ndërtuan në gjithë këto vite, për këto 3 dekadat u ndërtuan nga kryepiskopi përmes miqve të tij, gjithçka. Duhet mirëmbajtur, duhet kujdesur për to. Aktivitete për shembull vlen të theksojmë vetëm gjithë to që kaluam edhe gjatë këtyre periudhave, për 3-4 muaj të parë. Funerali i kryepiskopit, zgjedhja e kryepiskopit Joan, fronëzimi, të gjitha këto aktivitete që u zhvilluan dhe që u bën, edhe që u pritën me mira njerëz, pikërisht ishin besimtarë të mirë që ndihmuan dhe kontribuan për këtë gjë. Asnjë lek nuk pagoi Kisha për këtë gjë. Kështu që nëse ne ndërgjegjësohemi të gjithë, ja kemi një kishë që po ndërtohet që po ndërtohet Shqipërokopi, që po ndërtohet nga një besimtar, i cili ka dhënë të gjitha parat për ta ndërtuar atë. Kemi të tjera, kemi vende të tjera. Dje nxorëm në dokumentar pikërisht një kishë të rënuar në zonën e Lushnjës, po dëgjuam aq po themi me një lloj nderimi shumë të madh fjalët atyre besimtarëve që thoshin se ne jemi gati të kontribuojmë. Aj sa kemi mundësi, po jemi gati të kontribuojmë që të na ringrihet ajo kishë. Në fakt të solidarizohen besimtarët. Patjetër që solidarizohen, po thjesht duhet që edhe ne ta afrojmë në mënyrën e duhur. Duhet që çdo gjë të jetë transparente. Çdo gjë të jetë transparente, Jona, çdo gjë të shkojë aty ku duhet. Por prapë nuk dekurajoj dhënien, Jona. Edhe kur më thon disa që nuk kam siguri të jap, unë them shikoj, ne do të bëjmë të tonë të japim. Për shembull, natyra jonë e krishterë është që ne duhet i duam çdo njeri jo. Na vjen dikush ja para disa ditësh po qëndrohet te katedral, na vjen dikush, më tha një që isha pranë, mos jep ti papo se ky vetë e pi. Detyra në që të japim jo. Ne nuk kemi neve përgjegjësi që të interesohemi për jetën e askujt. Ne do ta shikojmë atë person që na vjen si ikonën e Zotit tonë Jezu Krisht, si vllajin tonë, siç na mëson dhe kryepeshkopi. Kështu që nuk është puna jonë që të interesohemi, se disa thonë jo po mashtrojnë, po ne kemi mundësi të ofrojmë. Ta bëjmë atë me dashuri, pa menduar se ku do shkojnë, sepse nëse dikush i përvetson dëmi do i shkaktohet atij që i merr padrejtisht. Ti në sytë e Zotit ke krijuar, ke filluar të akumulosh në atë llogarinë tënde bankare në qiell, ke filluar të akumulosh dhe Zoti për do na jap 100 fish. Kam treguar një histori shumë të bukur, ta mbyll me këtë Jona. Sepse ndoshta edhe koha po kalon shumë shpejt, por e kam dëgjuar nga kryepiskopi Joan në predikimet e tij, tregon për Shën Ambrozin, njëri shumë i dhe. Ne kemi shumë metër, Shën Nikollën, Shën Joan Përdollimtarin, Shën Ambrozin ka qenë njëri që njihej shumë për. Kemi bërë një herë një podcast për Shën Ambrozin. Dhe thuhet kur shkonte për në Milano gjatë rrugës bashkë me dhjakun e tij, kishin marrë me vete 3 monedhari që të kujdeseshin gjatë rrugës. Edhe për të pasur, për të shkuar te hani, për të marrë pak ushqim, edhe gjatë rrugës del një lypsar. Edhe i thotë Shën Ambrozit që ndronte në kal, dhjaku ishte që e shoqëronte. I thotë që jepje, i thotë, çfarë kemi, i thotë? Jepje, i thotë atij që po këtij lypsarit. Edhe ai dhjaku mendoi që le të mbajmë një monedhë se ku do shkojmë, ku do flem sot, ku do hanim. Do shkojmë të hanim me çfarë do ushqemi atje. Edhe mendon që t'i jap 2 dhe 1 ta mbaj për këtë qëllim. Edhe kur shkoi në qytet,
E mori vesh ai më i pasur i vendit që drejtonte, mori ftoi Shën Ambrozin atje i tha, s'mund shkosh i tha në Han, do ishte shtëpia ime. E gjitha të shtëpi, atë vilë të madhe. Dhe kur ikën thotë i jep edhe 200 monedha ari, se kishte dëgjuar për lëmoshën që jepte, për dëllimin e madh të Shën Ambrozit. Dhe i thotë dhjaku mbasi i numëroi, i thotë që Irsi thotë ai na dha thotë 200 monedha ari. Edhe i thotë Shën Ambrozit, qoftë do t'ia kishte dhënë të treja monedhat e arit atij të varg, por sa i nuk e pa fare se sa i dha ai. Po. Do na kishte dhënë 300 monedha ari, sepse Zoti na shpërblen për 100 fish. Dhe kjo është një gjë e vërtetuar për gjatë shekujve jona, sepse këto fjalë ku mbojnë këtu e 2000 vjet, ai e pjesë e shkrimit ka këtu e 2000 vjet që thuhet. Dhe çdo fjalë të thënë nga Zoti janë fjalë që janë realizuar, janë përmbushur dhe çdo ditë del një dëshmitar që tregon për vërtetësinë e këtyre fjalëve. Kështu që kur nuk humbasim, kur japim, por përkundrazi pasurohemi, qoftë nga ana shpirtore, është shumë e rëndësishme jona, të kemi gëzim, të kemi lumturi brenda nesh. Dhe kjo vjen kur ne balancojmë, dim të balancojmë edhe anën fizike trupore të të jashtme, por edhe anën e brendshme atë që është ana shpirtërore. Nëpërmjet lutjes, nëpërmjet lëmoshës, nëpërmjet agjerimit. Atë Grigori, unë nuk mund të mbyll këtë intervistë pa të bërë dhe një pyetje shumë kurioze jam të di. A ka njerëz të pasur, por që janë të varfër? E tani kjo është në fakt është një frazë filozofike e thellë në fakt jona. Ka padyshim që ka njerëz të pasur që janë thellësisht të varfër. Ka dhe njerëz që janë thellësisht të varfër, por janë shumë të pasur. Kështu që çështja dhe pyetja ngrihet se në çan jemi neve. Unë besoj se neve jemi në atë grup njerëzish që themi nuk kemi të pasur, por kemi potenciale të jashtëzakonshme që mund t'i ofrojmë në dobi, në të mirë të gjithë këtyre njerëzve në nevojë. Dhe këta njerëz nevojë i kemi kudo janë. Kemi mundësi të ngushëllojmë, kemi mundësi të lutemi për ta janë. Kemi mundësi të shoqërohemi, kemi mundësi të afrohemi. Sa njerëz vojnë sot vetëm nga vetmia janë, që s'ka një person që të flasë, po të gjë dhe i dokumentar në Japoni, po shpikin këto robotët, kompjutrat të cilët u flasin, pra, sepse njerëzit kanë humbur komunikim. Edhe tani posajojnë tani gjëra së jashtme, me qëllim për ta kthyer prapë njeriu në komunitet. Unë them që dhe në këtë formë çdo prind, një prind i arsyeshëm, një prind normal, e mëson dhe fëmijën e tij në këtë frymë janë. Mund të jemi të varfër, thellësisht të varfër janë, që kemi shumë vështirësi, por kemi pasuri të madhe shpirtërore. Dhe kjo vjen përmes lidhjes sonë me burimin e jetës që është Zoti, që kemi folur edhe në emisionin e parë. Në qoftë se neve realisht besojmë te Zoti, në qoftë se neve realisht fjalët e Zotit i zbatojmë në jetën tonë, ne do bëhemi burim dhe liman paqe dhe dashurie jo vetëm për familjen tonë, për fëmijët tanë, por për edhe njerëzit që janë rreth nesh. Edhe në ambientet ku ne punojmë, dhe në ambientet ku neve shkojmë dhe vizitojmë çdo ditë në përditshmërinë tonë. Atë Grigori, shumë faleminderit. Faleminderit juve.